Goditen 2 raste të shitjes së lëndëve narkotike në Vlorë dhe Sarand. Vjen në pranga 3 shtetas që shisnin lëndë narkotike, kokainë dhe kanabis. Në vim të punës për evidentimin dhe goditjen e rasteve të shitjes së lëndëve narkotike, shërbimet e seksionit për hetimin e narkotikëve në DVP Vlorë kanë evidentuar dhe goditur 2 raste të njëpasnjëshme, si rezultati të cilave u arestuan 3 shtetas të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Në lagje numër 1 Sarand, shërbimet e policisë kapën në flagrancë shtetasin EM, 41 vjeç, në banesën e shtetasit VL, 46 vjeç, duke përgatitur doza me lëndë narkotike kanabis. Gjatë kontrollit u sekuestruan 12 doza me lëndë narkotike, të dyshuar kanabis gati për shitje. Në lagjen Kushtrimi në Vlorë, gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit IJ, 21 vjeç, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2 doza të dyshuara lëndë narkotike kokainë, gati për shitje. Në vim të veprimeve procedurale, në të 2 rastet u bë arestimi në flagrancë i të 3 shtetasve të sipërpërmendur. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.